Partia Demokratike e Kosovës e ka qëndrimin e qartë, qoftë për propozimin për votimin e fshehtë, qoftë për kandidatën për kryetare të kuvendit zonjën Alvulena Haxhiu. Ajo çka dua të them sot është që më vjen shumë keq që Alvulena Haxhiu nuk ka mësu asgjë nga përvoja e saj në politikë. Unë kam menduar që pas eksperiencës së saj me gazin lotësjellës, Alvulena Haxhiu kur më në jetën e saj nuk do të lejoj që të keq përdoret nga shefi i partisë ose kushdo qoftë tjetër. Albin Kurti edhe kësaj radhës, si në rastin e gazit lotësjellës, Alvulena Haxhiun po e përdor si armë kundër shtetit Kosovës. Prandaj kjo është e pafalshme, sepse Alvulena Haxhiu po jep shembullin më të keq të aktivistës, shembullin më të keq të politikanës dhe shembullin më të keq të gruas shqiptare. Faleminderit. Kaq kisha. Po. Veja thot që është kandidate me votuar. Tani mua nuk më intereson fare çka thot lëvizjave vendosje, ju media duhet të merrni edhe ju mësimin e juaj sepse kemi zonë vendin në 99 për lirinë e medias dhe është mirë që të paktën deklaratat e tyre shoveniste të mos na sillnin ndërhun. Nuk ka asnjë arsyetim dhe asnjë justifikim për bllokimin e kuvendit. Është turp dhe është e pafalshme që lëvizjave vendosje duke e përdorur Alvulena Haxhiun po punon në kurrez të popullit, thjesht në dëm të popullit. Prandaj kjo është e pafalshme dhe është bë e padurueshme. Unë mendoj që edhe ju duhet jeni, ne kemi votuar kundër zotëri disa herë dhe nuk do të bim më prej as viktim e lojës së lëvizjeve vendosje. Faleminderit shumë, respekt. Besoj që o thash edhe një herë mua më intereson çka thonë ata zonjë. Mu nuk më intereson çka thonë ata. Mu më intereson shteti i Kosovës. Ata të cilët nuk e kanë vendos asnjë guri, qoftë në themelin e lirisë, qoftë në shtet ndërtim, nuk e kanë asnjë të drejtë që të vazhdojnë të shkatrojnë shtetin e Kosovës. Faleminderit.